Njëri nga Elbasani, tjetri nga Gramshi, këta janë dy shqiptarët që humbën jetën në aksidentin tragjik në Kretë. Dy të rinj shqiptar kanë humbur jetën në një aksident tragjik me motociklet në ishpullin e Kretës në Greqi. Viktimat janë identifikuar si Edison Xhaka, 28 vjeç nga Elbasani, dhe Aleksandër Toçila, 34 vjeç nga Gramshi. Aksidenti ndodhi të njëjtën rreth orës 3 të mëngjesit në aksin rrugor Kisamo Sania pranë zonës Kolimbarit. Sipas autoriteteve greke, motocikleta me cilën udhëtonin dy të rinj ka dalë nga rruga për shkaqe që ende nuk janë përcaktuar dhe është përplasur me barierën metalike anësore. Përplasja ka qenë fatale për të dy shqiptarët, të cilët kanë ndruar jetë në vendngjarje. Ekipet e emergjencës mbërritën në zonë, por nuk mundën t'i shpëtonin jetën dy të rinjve. Mësohet se Edison Xhaka jetonte dhe punonte prej vitesh në zonën e Kisamosit, ndërsa Aleksandër Toçila ishte vendosur aty prej disa kohësh për arsye pune. Ngjarja ka shkaktuar dhimbje dhe tronditje tek komuniteti shqiptar në Kretë. Shoqata shqiptare Kastel në Kisamo ka reaguar për humbjen e dy bashkëdetarëve, duke i përshkruar si djem punëtor dhe të respektuar, ndërsa ka shprehur ngushëllimet për familjen, të afërmit dhe miqtë e tyre. Sipas njoftimit të shoqatës, pritjet e ngushëllimeve për Edison Xhakën do të zhvillohen pranë banesës vllajt të tij, Festim Xhaka, ndërsa për Aleksandër Toçilën do të organizohen ambientet e shoqatës, e cila do të jetë e hapur për bashkëdetarët.